Shëndeti publik është njëna prej çështjeve më interesante që diskutohet në vendin tonë. Na jemi një vend që kemi mjek sa dush, po prap për këshilla të shëndetit publik i ngojmë rrjetet sociale e personat që folin e që menojnë e pretendojnë që dinë gjithçka. Për mi u dhënë përgjigje shumë pyetjeve, të cilat i nim çdo ditë nëpër media tona, ne kemi thirrë një epidemiolog, më na kallëzu gjithçka prej Covidit deri në ditët e sotme, edhe mi u përgjigj pyetjes më të rëndësishme: a kena me pas në pandemi në të ardhmen, a na kanë bo vaksina dëm, a na kanë shtit qipa në vaksina, e çështje që secili prej neve i menon e kur s'kemi pas kujt m'ia pyet. Unë sot e kom thirrë dikan që është përveç se shumë i dishëm edhe shumë profesional, është një person edhe shumë human, kisha me thonë. Është edhe një person shumë për tokë, edhe pse në aspektin akademik është shumë i ngritën. Sot e kom thirrë një shok tamin, një epidemiolog, edhe kjo është Besforti, doktor Besforti. Përshëndetje Lena. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit që më bënët pjesë këtij far organizimi, kisha më thonë, ose këtij ambienti kaq familjar me stafin e juaj, kështu që temat që ti sapo i the dhe i përfshine në një lloj përmbajtje, besoj që si për neve që do të na nxjallën një bisedë, po besoj të gjatë ose mesatarisht gjatë, shpresoj, do të jenë interesante edhe për ata që na ndëgjojnë, edhe ndoshta do t'i shujmë disa kurreshti ose do t'i plotësojmë disa informata që sigurisht njerëzit i kanë. Ka nevojë mi di. Shëndeti publik në një farë mënyrë nuk është një specializim i veçantë në kuptimin e asaj se çka tregon, sepse secili person në vete është pak specialist i shëndetit publik. Sepse është gjithçka që përfshin shëndetin. Ashtu si mjeti, i relaksum, me zes po pres me komuniku me juve dhe publikun e juj, shpresoj që të ofrojmë aq sa dim, e ato që si dim, unë po besoj që në bisedat tona të radhës do të kemi mundësi t'i sqarojmë sërish. Unë jam i gatshëm. Faleminderit shumë që ke pranuar me ardh. Besoj që domethënë edhe publiku më vetë se u mësu, po edhe ti që i ke pa epizodat e tjera, e ke pa që na nuk i bojnë këto emisionet tona klasike. Ç'a bojnë na domethënë është i marrim pyetjet që njerëzit i kanë më të shpeshti për mjek tonë dhe i strukturojnë në si forme që edhe më kanë interesant, po që edhe njerëzit më marr përgjigje për pyetjet e tyre më të zakonshme. E kësaj here ç'a kemi bërë është i kemi nda pyetjet tona në 3 grupe. Okay. E kemi domethënë i kemi shkuar i nda në bazë të kategorive, e kemi domethënë ka është më e vështira, ka është më e vështira, po dihet e zeza. Okay. Domethënë e kemi kutinë e bardhë, domethënë janë pyetje më të lehta, më të thjeshta, janë pyetje më të përditshme. Edhe e kemi kutinë e kaft, domethënë se kemi shkuar të iranu ngjyrat. E kemi kutinë e kaft, domethënë që janë pyetje më pak më të rënda, kisha më thonë, edhe e zeza janë pyetje që çuditërisht këti bojna, po ma shumë ka teori konspirative se sa përgjigje profesionale. Një diskrepancë. Nuk ka pyetje të vështira, vetëm përgjigje të vështira. E vërtet. Për pyetje nuk po frigohem shumë, shpresoj të mos frigohemi edhe nga përgjigje. Domethënë ideja është kjo, tash na kena me fillu, edhe unë domethënë po ja nisi, po e çeli kutinë e parë, që është e bardha. Edhe kam t'i bu pyetje domethënë që shton në formë të rastësore. Cilla kamera, edhe na kena me me kuptuar edhe çfarë është profesioni jot, edhe pse është i rëndësishëm. Edhe domethënë kena më dhënë këshilla publikut, audiencës, me na ngu, me kuptuar edhe më kënaq, domethënë tu i këshir këtu. A je i gati? Ma gati sa asnjëherë. Okej, u vë, po e cili. A do të më ngrejone apo ti? Jo, po e marrë. Okej, bukur, ma mirë. Se tani s'm vjen shumë e fol, bile pyetjet i lexoj. Plus nuk ja lofojnë vetit që e morra çato, kështu që çato mbien. Bukur. Një pyetje tipike për shqiptara. Hajde. E kam një bebe 6 muajshe. Okay. Printe burrit që jetojnë me neve e puthi non-stop. Mas nej po smuhet e po ka temperaturë. A mundet me ardhë infeksioni prej tyre apo është thjesht fazë? Okej. Pyetje shumë e vend, pyetje shumë trendi sa i përket prindërve që e bojnë në aspektin e përgjithshëm, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes vizitave të mjekët. Ju e dini që fillimisht kanë ndryshuar gjanat prej si kanë qenë më herët edhe si janë tash. Më herët, gjenerata jonë, ta themi, e kemi pas nuk ka qenë fort tabu me bashkitu edhe me gjyshrit e me pas një familje më të madhe. Sot është më ndryshe. Fillimisht sot zakonisht ndonjëherë gjyshrit edhe nuk janë pjesë e familjes së ngushtë të paktën. Po imagjinojmë për nder të skenarit tënd dhe pyetjes tënde që jetojmë bashkë. Një foshnjë 6 muaj gjithashtu është një storje në vetë, sepse një foshnjë 6 muaj është një krijesë e bukur e kësaj toke që
Një prej gjërave që e ka në zhvillim e sipër është imuniteti. Edhe imuniteti i kësaj foshnje, përderisa është në fazë të ndërtimit, sikur një ndërtesë për shembull që është duke u rindërtu tash, megjithatë do të duket më bukur më vonë, por tash mund të jetë me një stad fillestar, edhe imuniteti i foshnjeve natyrisht ka nevojë për forcim më të madh. Për shkak se ky imunitet është në fazë të ndërtimit, këta fëmijë janë të prirur të marrin infeksione. Kush u sjell fëmijëve infeksione, sepse fëmijët nuk shkojnë as në për klube, nuk shkojnë as në për shkollë, as sepse është 6 muaj atë më duket apo? Po. Edhe nuk i ekspozohen shumë faktorëve të jashtëm. Ata që u sjellin faktorët e jashtëm në shtëpi janë prindërit edhe gjyshrit. Prej përvojës, jo vetëm si mjek, po edhe si prind, unë jam shumë më i kujdesshëm ndaj fëmijët tim, për shkak, ndoshta edhe për shkak profesionit, mos të paragjykoj, po ato manovrat higjienike që i bëj para se ta takoj fëmin tim janë pak më të ashpra në kuptimin që i loj duar 2-3 herë, sigurohem që jam me rrobat ndruara prej atyre që i përdor në punë ose në rrugë edhe kur kthej. Po gjyshrit, si gjyshët që janë pensioner, janë më ndrysh, kanë dëshirë me dalë, janë persona që kanë kontakt me shumë njerëz, shkojnë në përmarket, ndonjëherë me na ble edhe një dhuratë vogël për nipin e mbesën, edhe natyrisht përpos çokoladave që na i bin prej marketeve, na i bin edhe disa çokolada që nuk shihen, që ne i quajmë mikroorganizma. Një ndërhyrje. Kjo është situatë shumë konfliktuoze, se edhe pyetjen kur e kemi marrë, u kone parashtruar me na si formë sikur ti po dën me i fajsu printe burrit. Domethënë printe burrit që jetojnë me neve po ma puthin djalin, e djali po merr infeksione, a janë fajtori ata, është veç fazë. Ndëgjoj. Unë vlerësoj, tash edhe në aspektin mjekësor, po edhe në aspektin human profesional. Të qenurit i rrezikuar prej disa infeksioneve në një moshë kaq të ndihshme siç është ajo 6 muajore. Është diçka që është më se normale, unë kisha thënë. Krahasuar me benefitin që një fëmijë merr prej kujdesit për aty në gjyshëve, prej dashurisë e prej gjitha benefiteve tjera që një gjysh mund t'ia jep nipit dhe mbesës së tij. Tash tek e fundit përpara thonë ti i don fëmijët e tu, po fëmijët e fëmijëve i don edhe më shumë. Kështu që në një farë mënyrë edhe shëndetin e gjyshërve ne e ruajmë. Se një gjysh i izoluar, i lën vetë pa kurfar interaksioni, ka një shëndet tjetër në krahasim me një gjysh që është i angazhuar me u kujdes për 2 nipa mbesa. Kështu që të sjellurit e disa infeksioneve prej gjyshërve që i puthin ose i përqafojnë, fëmijët tanë 6 muajsh, unë nuk po mendoj që është diçka e tipit që me ardhë deri në konflikt ose në situata që ju po thoni është faji tyre, përkundrazi, po duhet ta marrim si diçka që është të jetë fiziologjike dhe të jetë natyrale, që pa dashur me kalu prej temës në temë, unë shumë po besoj që do të ketë edhe pyetje tjera të kësaj natyre, prandaj pelo me kaq sa i përket asaj që do të thonë inputet e kjo, po unë mendoj që gjithçka që vjen nga anëtarët e familjes është më se mirëseardhur për të gjithë anëtarët, pa marrë parasysh a janë foshnjët, a janë ndonjë anëtar tjetër i familjes. Kështu që besoj jemi në rregull sa i përket këtyre informatave që i ndava me ju. Unë zakonisht mysafirëve që i kam domethënë në emision, ju bëj shumë pyetje, masi që t'ja u bëj një pyetje të publikut, po domethënë përgjigjet e tua janë çaq mirë strukturuar, saqë nuk po kam pyetje, kështu që po vazhdojna direkt. Unë të lodhem me pyetje, kështu që sado që ti dëshiron, unë jam i gatshëm. Ideja është që domethënë çaq mirë po i strukturon edhe po e shpjegon në këto dimensionet, saqë domethënë unë po munona me gjetë një pyetje, po s'po kam. A diku është problemi? Shumica e misioneve që kanë natyrë, në një mënyrë kanë një mysafir që është mjek ose specialist. Fokusohen shumë në atë në rolin e mjekut. Mjekët tek e fundit edhe ata janë njerëz. Edhe un kam fëmijë, edhe fëmia jam smuat, edhe un kam nanë e bab ose gjyshër të fëmijëve të mi, edhe ata vinë e puthin fëmijën tim ose çka do temë që do të diskutohet sot. Kështu që nëse e sheh vetëm nga prizmi profesional, tash i kisha më dur kështu edhe të kisha thonë nuk ban, po nuk është e natyrshme. Na po flasim gjëra të cilat ndodhin ty, ndodhin mua, i ndodhin shikuesve të juaj, edhe është e natyrshme. Çdo familje që na sheh që tash është para televizionit, para telefonit, para tabletave, nuk ka rëndësi burimi. Jam i bindur që vetëm e shohin njëri tjetrin edhe me kokë e aprovojnë këtë që po themi. Sepse ata që nuk e kanë këtë atmosferë, s'kanë si me aprovu, kurse ata që e kanë e dinë që është e vërtetë. Kështu që nuk është që po themi diçka ekstraordinare, është thjesht diçka natyrshme që ndodh në çdo familje shqiptare që e ka këtë përbërje.
për me rrit pak edhe adrenalinën edhe të na dhe të shikuesit, nuk po vazhdojna mi lexu kit pyetjet që janë zarf në kutinë e bardhë, vazhdojna me një te kafta, se po shkojnë atu e rrit ritmin, kështu. Unë veç për ngjyrës kuqe isha atu, se ze nuk po më frikson shumë. E kena edhe zarfin. Zarfi kuq, wow. Qenë ka shumë natyra misionit qenë ka shumë intriguese. Nuk jam përgatit për kaq, kështu që. Pyetja Hajde. Një pyetje që kejtë shqiptarët kanë, edhe unë e kam shumë qef me ditë. Hajde. Kur shkojnë market të sektori i mishrave, pse zakonisht vjanera shumë e randë? A ka mundësi që mishja i prishën? Okej, prap të marketet, natyrisht, kjo që po thoni ju, është më se vërtet. Puna e aromave fillimisht, po shkoj, s'kam qare pa bo pak bajat. Pa fol pak biologjie, pak kimie, pak fiziologji, se është e natyrshme. Sendi i parë që duhemi me pas parasysh, aromat, edhe si më thonë, inputet tjera për shqisave nuk janë unanime të çdo person njësoj. Për shembull, shikoj parfumet, që janë aroma konsiderohen të mira. Për ty një parfum X është me aromë të këndshme, për mua është me aromë pa këndshme. Njëjtë është edhe për si më thonë, ushqimet ose produktet me natyrë organike, si që janë mishi, thata po, mishi. Mishi në natyrë, ju e dini, do më thonë, merret prej kafshëve dhe servohet, shitet në një frigorifer që ose është i hapur ndonjëherë, ose hapet e mbyllet, po megjithatë është një temperaturë ku ruhet brenda 24 ore. Po. Ai mish nuk është inert, nuk është substancë e vdekur, por është një substancë e gjallë e cila natyrisht lëshon aroma. Aroma e mishit, për shembull, imagjino jo që po hen në market, për shembull po je duke hyrë te kasapi ku kryesisht shërbehet vetëm mish. Natyrisht kemi ndinë një aromë. Për disa njerëz, unë e di që mund të jetë e pakëndshme. Po normalisht është një substancë e tipit, ne i themi mioglobin ose globin, është një substancë që e ndërton muskulin ose mishin në rastin ton, që të disa njerëz mund të jep një aromë pak tunduese, kisha më thonë. Por nëse ju i atribuheni mishit që shitet dhe servohet në Kosovë, ndoshta nuk jam direkt i fushës, po për shkak se merrem me mbikëqyrjen e smundjeve ngjitse dhe potencialisht helmimeve që mund ndodhin nga ushqimet, nga një vlerësim i përgjithshëm unë mendoj që ushqimi që i shitet konsumatorit shqiptar ose konsumatorit të vendit ton, unë po mendoj që i plotëson standardet e ruajtjes, sepse tek e fundit mishi nuk është diçka që na ekspozohet ose na imponohet me blenë në një vend ose në tjetër. Ti je një banor i thjesht, është një vikend, dëshiron me gatu diçka me mesh, shkon tek mishtoria e lagjës ose tek marketi i lagjës edhe ti e zgjedh ata. Po. Kështu që shkalla e rrezikut unë po mendoj që është afër zerës, sepse mishi tregon, do të thonë fillimisht dukja, po sa i përket erës, një mesh i cili është i prishur, besom, vrehet sikur një që bëjnë dy. Do të thotë nuk është që ti mund të mashtrohesh nga një erë. Era e një mishurit prishur dallon nga një erë e një mishit të zakonshëm. Kështu që sa i përket nëse qëllimi juaj është me informu publikun prej rrezikut që mund vjen nga një aromë e mishit, unë nuk po dyshoj që secili njeri mundet me zgjedh një mish cilësor prej atij jo cilësor ose jo të shëndetshëm. Natyrisht luan rol edhe tash mos bëjmë reklam ose mos tregojmë diçka sepse ne jemi banor të këtij vendi. Edhe çmimi tregon një farë mënyrë për cilësinë e mishit. Ose ti mund ta pyesësh personin që e shërben, kur është prej, që sa është rujt, etj. Ose në lagjen dëgjon që në filan vendin ka raste që mishi ka qellu i keq ose diçka ngjashme. Njeriu e filtron pak rrezikun vetveti, është diçka që ne kot i japim informatë dikuj, sepse secili është i zotit vetës shkretësat. Qa i tregoj unë babës tem, ku me shku me blen mirë, sepse ai që 30 vite e blen vendin më të mirë, edhe gjithë familja është shëndosh mirë, edhe nuk e ka këtë problem. Po, temë shumë interesante do të ishte, do të mi dhonë më shumë informata publikut, edhe për ushqime tjera, po në kontekstin tonë të mishit, unë nuk po besoj që ka një frikë që duhet me të ndu masën. Është diçka që secili mund ta identifikojë.
Tash, po vazhdojna me një pyetje të kutisë së zezë. Do më thonë përgatitu se këto pyetje janë kështu tamam sociale, po gjithmonë në kontekstin e shëndetit publik, po janë sociale, janë dilema, konspiracione që duhet me ju dhënë kështu fund një herë mirë, një herë për gjithmonë. Edhe kush ma mirë me ju dhënë fund se ti. Shpresoj të ketë një temë që mundëm anglisht thënë mi debunk, mundohemi me dhënë një farë informat se me i hudh poshtë, për ndryshe nuk ishin quajtur konspiracione. Konspiracionet janë lindura për mos mu hudh poshtë. Momentin që hudhën poshtë janë teoritë konfirmume dhe jemi në rregull. Hajde të shohim çfarë konspiracione. Jo, nëse s'ko ka konspiracion, kjo po ka një problem i zakonshëm te na. So herë që e qeli telefonin, më del një video që thot mos merr vaksina, mos pit shumsht, mos ha mesh, mos ha perime, qysh me dallu çka është shkencë, çka është budallaki e panik. Okej, bukur. Kjo është pak a shumë sikur logjika e mishit, që e spjegum. Sot jetojmë në një botë ku informatat shumica vinë nga një ambient siç është interneti, ku jo çdo gjë është e verifikuar. Do të thotë ti që ke një audiencë mesatare, që i ke një kamerë, edhe që i ke disa hyra që ta mundson ty me e bo një xherim, një klip, ti mundesh me ndiku në mas edhe me hudh një lajm që është edhe ju e dini që është i gabum ose i rreshëm, edhe mundesh me fitu për krahje. Për senzacion. Për senzacion. Është dëshira jote, je person i tipit që ke nevojë për vëmendje, nuk ke mujt me marrë vëmendje ndryshe, pos me nxit kësi tema, dhe natyrisht sot dhe drejta fjalës ta lejon ty me dalë me thonë, nuk e di. Ata që ulen në karrika me ngjyrë të hirit, pas një vjetë do të smuren nga infarktja akuti miokardi. Është e hapur, do të thonë kërkush ta ndalon ty në aspektin ligjor. Këtë çka duhet është njerëzit e kësaj fushë me ju demantu juve ose me dhënë prova për të kundërtën tuaj. Sa i përket çështjes që ju ngritet, unë jam një ndër ta që si krejt bota shfrytëzoj telefonin. Edhe si të hapi, përkundër që algoritmat e kërkimit në telefonin tim natyrisht i përkasin epidemiologjisë edhe hulumtimeve shkencore, megjithatë edhe në telefonin tim dalin shumë intervista ose klipe të tipit mos hakte, mos pekte, mos merr këtë vaksinë, mos bën atë. Natyrisht varet prej personit, sepse interneti e ka një të mirë. Ti mundesh me zgjedh kujt i ekspozosh ose kujt jo. Në një lajm i cili për ty qenë ka po të irriton ose po të ngjall para hati, në rastin tim për shembull komplet lajme të cilat si ti shoh ma bën një ndenjë stresi, edhe nuk kisha dash me i pa në murin e rrjeteve të mia sociale. Pritet edhe pak se e kena një pyetje edhe për këtë. Po, patjetër, e elaborojmë edhe më shumë. Po du me thonë, një kujdes për njerëzit, sepse në kuadër të shëndetit publik ne i kemi edhe mirëqenien mendore, të tipit që lajmet të tilla mund të na shkaktojnë kogja shumë parehati, pastaj trupi në mënyrë instinktive, truri specifikisht, kërkon me gjetë përgjigje a janë të vërteta ose jo. Sepse ne çdo ditë kemi ndryshime fiziologjike në organizëm, të tipit që po edhe mu më ka ndodhur kështu që po thot kjo, çka nëse është e vërtet që kjo e jo ajo çka po më thot mirë. Ka shumë tema. Një ndër to për shembull është nutricioni. Sot një person që ndoshta pa paragjykuar askendas, po përmendim emrat përveçëm, po flasim përgjithshëm, edhe po flas kryesisht të huaj. Unë përcjell të huajt më shumë, nuk njo ndoj influencer shqiptar ose kosovar i cili flet për këto tema, po të huajt për shembull dalin me një ekspertizë, kisha thonë të pakët edhe japin proverba të tipit një ushqim i caktuar duhet të hiqet nga dieta, sepse te një grupi persona është duke shkaktuar këtë smundje. Përkundërse ajo ushqim ka qenë duke u servuar që miliona vjet njerëzimit, edhe deri tash pas ka qenë listën e super ushqimeve. Tash u boi keq. Tash ka bërë rastisht i keq. Ndëgjoj. Organizmi i njeriut ka mrri me hapa evolutiv. Nuk jemi të njëjtë as në aspektin e brendshëm, as në aspektin e jashtëm. Po flas të jashtëm në aspektin fenotipik. Përpara kanë qenë më të gjatë, tash jemi edhe më të gjatë ose më të shkurt. Kanë ndryshuar fenotipi normalisht. Përpara kanë pas këto karakteristika, tash kanë këto karakteristika. Përpara kanë jetuar 60 vjet, sot kanë jetuar deri 90 vjet. Ka shumë gjëra që janë përmirësuar, natyrisht edhe nuk janë përmirësuar, të cilat e kanë ndryshuar cilësinë jetësore. Ekspozimi në këto lajme kërkon një qasje pak më kritike për personave që ju interesone. Edhe informatat që thom unë madje.
Për një person, ndoshta mund t'i merr me rezervë. Thotë jo, më zotëri nuk është ashtu. Sepse unë e kum pa që deri tash e kum bë këtë gjest, momentin që jam largu prej këtij gjesti, mu ka përmirësuar shëndetit, që është normale kisha thonë. Prandaj në mjeksi tash nuk kemi më mjeksi generale ose të përgjithshme, por kemi mjeksi të individualizuar. Po. Çka është e mirë, ekzistojnë protokole për një smundje të caktuar. Mirë, po ju mund të jeni për shembull një rast specifik i cili me atë protokoll nuk po ka sukses të shërimit për arsye të ndryshme. Po e marrim një infekcion të caktuar, përshkrimi i terapisë është ky antimikrobik. Edhe dihet që për shembull për infekcion veshi është ciprofloxacina 500 mg 7 deri në 10 ditë. Po te ju nuk po funksionon. Pse atë? Ka shumë faktorë. Ndoshta s'keni infekcion veshit fare. Ndoshta e keni përdorur ciprofloxacinën me vite dhe nuk është duke pas sukses të ju, keni shkaktuar rezistencë e kështu me radhë. Do të thotë secilin lajm që ju e lexoni, çfarë do natyre që u angjallat ndjenin që mos e bën këto ose mos e bën ato, natyrisht kërkoni elaborim më të tjeshëm e jo besimin në një video 20 sekondshë me një karrierë të një mjekut 20 vjeçare vetëm për më u bë mjek. Kështu që është mirë me u konsultu me njerëz të fushës, pse jo? Shumë informacione me vlerë, do me thonë, po vazhdojna me... Tash me të bardhën. Me të bardhën prap. Prap këto zakonisht kem pyetje që i kam bo nanat. Okej. Shumë pyetje e mirë. Na jetojmë në një kulturë që i dëm bebat shumë. Se cili ka qef për ta përqaf edhe me ta puth bebën tonde. A ka mundësi që një puthje në faqe me ta qu bebën në urgjencë? Në rregull. Po. Pyetje sa intriguese në kuptimin e mirë të fjalës natyrisht, aq edhe e bollshme për material me diskutu. Nëse podcasti yt kish me qenë me epizoda, i kishim kap një 50 epizoda me këtë temë, kështu që po mundohena më ra më shkurt. Kështu. Prap po kthehena në fjalinë ndër të parat që thash. Një beb ose një foshnjë e sapo lindur, që është në zhvillim e sipër, të vetmi ngjarje që e ka në mënyrë agresive në ndërtim është imuniteti i tij ose i saj. 6 muajt e parë thuhet që beba pothuajse nuk ka imunitet fare, por imunitetin e merr nga qumshti i xhirit nanës, edhe nga gjaku i nanës që e ka trashëguar gjatë lidhjes së saj me placentën e nanës. Domethënë, disa smundje për të cilat nana ka pas mbrojtje, përmes gjakut ose përmes qumshtit të xhirit i barte beba përkohësisht. Të paktën 2 deri në 6 muaj beba është e mbrojtur prej disa virusëve ose baktereve. Po këto nuk janë të mjaftueshme. Këto janë të mjaftueshme vetëm për ekzistencën e bebës. Ju thatë në rast se puthet një bebe, sa rrezikohet deri në stadin që ai mund të shkojë deri në urgjencë. Kjo është shumë faktike, madje ka shumë case reports në për shumë revista prestigjioze ku shumë fëmijë për shkak të kontaminimit të lëkurës së tyre me virus shumë të dëmshëm kanë përfunduar deri në mjekim intensiv. Disa prej virusëve për shembull, hajde ta marrim 2 ma shablonet që ekzistojnë në literaturë. Fillimisht e kemi për shembull herpes simplex. Është një lloj virusi që zakonisht ndodhet në regionin e buzëve ose gojëve, që në rast se një person ka një imunitet pak më të rënd ose për shembull keni pa kur na bjer gripi ndonjëherë këtu në qyshe që na den një lloj plage, është një farë inflamacioni ose një lloj shenje patognomonike e herpes simplex. Si virus është tejet nxitës, sidomos në kontaktin lëkurë me lëkurë. Imagjinojeni lëkura e një bebe e cila është pothuajse 100% permeabile dhe nuk filtron asgjë. Momentin që puthet ai fëmijë nga një person që është bartës aktiv i virusit, menjëherë mund ta marr beba juaj. Për mua që jam X vjeç, 30 kusur vjeç, herpes simplex është vetëm një simptom që me pak pomadë aciklover do të kaloj brenda pak ditësh. Për një foshnjë nuk kalon brenda pak ditësh, edhe beso mundet me ardhur deri tek më e keqja që ju e përmend. Një virus tjetër edhe më tabu, sidomos në muajt e dimrit, është virusi ne i themi shkurt RSV, Respiratory Syncytial Virus, ose virusi syncytial respirator me për këtë në gjuhën shqipe. Më fal lejon terma mjekësor që nuk kam gjuhë shqipe me i bë me i shqipru më shumë, po është një virus që zakonisht në sezonën e gripit që fillon prej tetorit të vitit aktual deri në muajt mars e maj të vitit tashëm, ku gripi shpërthen më të madhe, muajt e vjeshtës dhe dimrit, edhe pranvera hershme, ky virus
shpërthen më të madhe. Madje dje doli publikimi i fundit që hospitalizimet në regionin e Evropës për shkak të RSV-s tek fëmijët kanë pësu një rritje enorme që s'ka qenë asnjëherë më herë. Do të thotë, sugjerimi im është, në rast se ju shifni një fëmijë të dikujt tjetër, i cili në një mënyrë sado mund t'ju pëlqej, si rekomandim, mundohuni që mos të krijoni afirmitet ashtë masa që të keni kontakt me lëkurë ose ta puthni për shembull në faqe. Mos ja puthni bebën në faqe kërkujt. Gjyshrit tonë kanë posë një të mirë, përpara ka qenë. Kjo tash pisho që nuk është. Neve na kanë puthë në kokë. Puthja në kokë është simbolike shumë fesht. Një ndër to është që tregon dashurinë ose respektin për atë fëmijë, edhe e dyta është që ma ka puth kokën, që do të thotë shpresoj të rritesh e të mbrish maksimumin. Koka është person që bebat natyrisht nuk e ekspozojnë, ata ekspozojnë fytyrën, luajnë rreth fytyrës, edhe mund t'i kontaminohen duart, që fëmia në momentin që i mban në gojë mund të shkaktojnë edhe infeksione tjera. Kështu që krijimi i një distance është më së ideal. Madje nëse unë po besoj e ke pa këtë fenomen, edhe prindërit e ri tash që janë, po hezitojnë mi alon fëmijën e vet dikuj me puth. Unë kam pa një lloj rezistence te prindërit e ri. Edhe thojnë, nëse i qasës në shesh ka ndalë një qift i ri me një fëmijë pak muajsh, ka ndalë me shetit, vjen dikush që unë e di që ata kanë qëllimin e mirë. Një fëmijë është e pamundur mos me u dashur. Tash unë nuk e mora vajzën time këtu, po më pas marr që as cute është, nuk po dyshoj që kishte sentuar me puth, po kom pa që prindërit e ri janë vedisu pak për këto, që tregon se shëndeti publik ka depërtu me edukim shëndetësor të një popullat siç janë prindërit e ri, sepse ata kanë nevojë më shumë të përfshilla shëndetësore sepse friksohen më shumë. Unë po them jam mjek, vlerësoj se jam i informuar kogja shumë për këto gjëra, po megjithatë ndonjëherë kërkoj afirmimin e kolegëve që janë më specialist kur kam nevojë me ditë diçka më shumë për fëmijën. Ata janë të ndonë me specialistë. E imagjino dikush që nuk është i kësaj fushë, sa frikë kish me pa fëmijën e vet në respirator, se dikush në rrugë, një panjohur potencialisht, ka pa të udhës me puth në dy faqe. Unë mendoj që sidomos në muajt e dimrit po flas, kur është sezona e gripave. Sepse të të rriturit, infeksionet me RSV kalojnë shumë lehtë ndonjëherë në formë asimptomatike, nuk kanë simptoma fare, pos një rrjedhje e lehtë e hundëve, që tek ne përkthehet si ftohje më shpesh. Por në fakt aty është i mshefur ky virus, i cili tek fëmijët pastaj mund të shkaktojë prej laringjitit, bronkitit deri tek problemet e nivelit më të lartë ku përfshihen komplet mushkrit. Shumë besoj që se vanon kam u identifiku me këtë, se për një me jena kulturë afërt, po ka njëherë nuk dina i testojna kogja shumë kufit. Nëse ka me pas pëlqime me ndonjëherë prej videove dhe komente pozitive, nuk po dyshoj që ka me qenë kjo, sepse jam i bindun që sidomos nanat moderne janë shembull se si duhet të ruhet fëmia edhe në aspektin shëndetësor, po përfshirë edhe për ruajtjes për bakterjeve, edhe ato nutritiv se si ushqehet fëmia, edhe në aspektin e sjelljeve, edhe gjithçka tjetër. Që unë po vlerësoj është një përmirësim shumë i mirë sepse në gjeneratën tonë nuk ka qenë kjo rehati ose kjo përkushtim. Prandaj është mund vjen mirë si profesionist shëndetësor kur shoh si lloj qasje që nanat, prindërit, se po fokusohen vetëm te nanat, prindërit e ri kanë ndaj fëmijëve të tyre. Kështu që shpresoj që veç shkon duke u avancu, po një këshill, çdo gjë ekstreme është e keqe. Si kujdesi ult, si kujdesi shumë i lartë, unë po mendoj që ka problemin e vet. Edhe nuk po dyshoj që do të kesh një pyetje të ngjashme ose diçka që lidhet me kujdesin e ult ose ekstrem. S'po du me sabotu punën tonë, kështu që. Kaloj pyetja e radhës, domethënë prej kutisë kaft ku ka kjo. Unë punoj me një vend shumë toksik. Nuk e qaj heq mirë me kolegët, çdo ditë më dhem kryt, më bllokohen hund, smuna shumë shpesh. A mundet me kun vend një punës shkaktari i shëndetit tem dopt? Okej. Po ta bëj pyetjen e njëjtë. Çka kishe thënë? Absolutisht që po. Veç tash unë kisha dashur ndoshta me elaboru pak më shumë, sepse këto çdo ka të mirë shëndeti publik. Çka thash në fillim? Secili njeri është specialist i shëndetit publik. Kështu që kon ta pyetsh. Madje ka qenë një studim social të një popullat që është tejet e ngarkuar të popullata skandinave, është e ngarkuar me orar të punës, kanë bërë pyetje, a kishit pranu më përpara një vend pune me më pak pagë
po gjithashtu edhe ma pak orë pune, apo një vend me shumë pagë edhe orarë zgjatur. Të gjithë e kanë zgjedhë orarin e shkurtum edhe pagën e ulët. Pse? Sepse orari i shkurtum natyrisht ka ma pak toksicitet në punë. Tash termi toksicitet është shumë i gjerë. Për dikan, toksicitet është raporti që ka me kolegët. Për dikan, toksicitet është raporti që ka me pronarin ose udhëheqësin e atij institucioni. Për dikan, toksicitet mund të jetë rroga ulët ose orari i zgjatur. Po i përfshin të gjitha në një. Secili njeri që është aktiv në punë dhe punon, e din që orari mesatar i punës është 8 orë. Veç nëse ju pyes juve ose audiencën tonë, me kon prej njerëzve që janë në jetën tënde, ti rrin më shumë se sa me kolegët e tu të punës. Me kërkan. 8 orë, shtoja këtu edhe të shkuet të orën punë bashkë eventualisht, 9 orë në ditë. Na që jemi mjek rrimë edhe ma gatë, se na herë kemi kujdestari. Po flas, ndikimi i punës në jetën tonë është enorm. Prandaj, nëse pjesën më të madhe të ditës ti i ekspozum gjërave që të bëjnë të kesh stres, nuk ka përkthim tjetër përpos ndikim në shëndet. Shumica njerëzve, po flas profesionistë shëndetësor, patjetër që pajtohen me këtë, po organizata botërore e shëndetësisë nuk e sheh shëndetin vetëm si mungesë smundjes, po edhe mirëqenie plot fizike, sociale edhe mendore. Pjesa sociale dhe mendore direkt preket kur ju jeni me një ambient pune i cili është toksik. Për shkak se në momentin që zgjohesh, është një hormon që quhet kortizol, që na i hap syt neve. Ai kortizoli, një profesor na thëjke, kortizoli rritet në pyetjen e parë që ja bën vetit çka me vesh sot në punë. Imagjino sa rritet kortizoli kur të hyp në veturë dhe thotë ku ka me shku? 8 sahat ku më marr me atë person. Pa gjyku. Unë si person kam bërë disa punë ndryshme, për fat gjithmonë kam pas kolegë të mirë. Edhe si student, cimera të mirë, që ka luajtur rol shumë të madh. Madje suksesi im, performanca ime si student po flas. Në 4 vitet e para ka qenë më i ulët për shkak se kam pas kolegë studenta të drejtimeve tjera, jo të fakultetit mjekësisë, kurse nga viti 4 të tutje i kam pas mjek, edhe kemi qenë në një trend si njëjtë të studimeve, po performanca ime ka qenë super high. Kjo e bën ato që po them se punë është edhe studimi natyrisht. Po pak është edhe roli yt, sepse duhet ndonjëherë me fajsu edhe veten. Ndoshta unë jam arsyeja pse kolegët janë toksik ose diçka ngjashme. Duhet me pas pak njëri edhe një farë vetë kritike. Okej, nëse po mendon që s'është fajët, e ke një zgjidhje. Askush nuk mundet me ta imponu ty, me dalë me pi kafe me lirimin se adurohet lirimi. Kush ja ngon kopalla adurimit, boca. S'po du me dalë me pi kafe me to edhe nuk del. Bash. Paktën 2 orë të pauzës e ki kokën ratë, edhe nuk ekspozohesh 8 orë stresit, po i ekspozohesh 6 orë. Nëse dikush më thot 2 orë je i qetë në ditë, unë po besoj që e kisha marrë si diçka shumë pozitive, e kisha thonë po more, ku me marr. E vërtet, do me thonë me ne që me qëta kanë me rezonu shumica audiencës. Edhe diçka duhet me pas parasysh. Punë ideale nuk ka. Secili person ma përpara kish në shtëpi, pranë familjes vet, pranë çasaj bebës që po mundohemi me diskutu që sa, pranë nanës, pranë babës, pranë gjithë. Po është obligim social i çdo njeriu me dalë, me punu, me pas interakcion social edhe me sjell një benefit në shtëpi, qoftë në aspektin financiar, po edhe për karrierë, sepse jo çdo njeri prej nesh e përfundon brenda 8 orëve. Për shembull, dikush 8 orë punon me pacient ose me çka do tjetër, se po fokusohen vetëm në mjekësi, pastaj pas dite ka një punë tjetër, qoftë me studenta ose diçka. Edhe natyrisht secili njeri ka angazhimet e veta. Por rëndësia është që nëse kërkon një vend pune ideal, atë rrin në shtëpi. Bash. Po vazhdojna me një pyetje të Zarfit Zi. Okej, erdhëm te Ziu. Erdhëm prapë. Në shtëpinë tem nuk ka kërkush kohë me gatu si dikur. Na hajna hamburgera, pizza, makarona, natën vonë, nuk bojna kur aktivitet fizik. Sa po na kushton kjo mënyrë jetese na fat gjatë, edhe financiarisht edhe me shëndet. Shumë pyetje me vend, shumë diçka. Unë prap nuk përmoj pa bo bajat që të fjali. Kujdo që ja kështë bo këtë pyetje, po besoj që një 10 minuta të kishtë donë material. Nuk ka dyshim që stili jetesës ka ndryshim drastikisht. Nuk dyshoj, pishof, plot.
stili jetës ka ndryshuar në formë drastike. Me thonë 360 shkallë që përdoret shpesh është gabim se i bjen që jemi kthy prapë ku jemi konë, por 180 shkallë kemi ndryshuar, kemi dalë në polin tjetër. Të ekspozuarit në pjesë të interaksioneve që kemi më shumë punë, kemi më shumë angazhime në jetën e përditshme, na ka bo që me pas më pak kohë për gjanat klasike që i kemi bo më herët. Sot janë vikendet ku një familje ndoshta mund të mblidhet bashkë për gatu diçka të healthy ose të shëndetshme. Edhe aty këtu jo çdo vikend, po aty këtu ndoj vikend. Për shkak se hënia premte janë të tmerrshme me punë. Në vikend kemi shku me vizitu dikant, në vikend kemi lënë për një punë tjetër që e ke private. Nxenë çdo tretin vikend ti kemi ul me gatu diçka që nuk është edhe qaq healthy. Prandaj kjo na është përkthy pak në aspektin shëndetësor, sepse të gatuarit në shtëpi nuk e ka veç implikimin e aspektit shëndetësor çka po han. Po imagjino ti me familjen tënde, kur gatun, është edhe mas po një lidhje, një bonding me familjen tënde që e rrit pak e boostat shëndetin tënd, imunitetin edhe komunikim, edhe aktivitet sociale. Imagjino çfarë ndjeni kish me qenë çtash, me qenë me dikant që ti e don më shumë në familjen tënde, duke gatu diçka, po qoftë edhe seni më i thjesht, duke e prej një pemë, e duke bo muhabete të mira, të shëndetshme, e kujtime të mira, se sa me nejt diku me një vend pune, izoluar i mbyllur, duke e porosit në X institucionin ose në X kompanin, një sandwich i cili ndoshta nuk është aq i shëndetshëm. Ku është pastaj implikimi që ju e përmendet, implikimi financiar, që natyrisht shumë më lirë do të kushtojë një ushqim i gatuar në shtëpi, sa një ushqim i blerë i porositur. Edhe në aspektin tjetër nutritiv, pasuritë që ja jep trupit me ushqimet gatuara mirë, në aspektin nutricional janë diametralisht larg me ato që ti e blen. Ushqimi që ne e blem ka shumë kalori, pika parë, që na përkthehet krejt ato kaloritë që vijnë prej glukozës. Glukoza është një molekull shumë weird. E shfrytëzon trupi aq sa i vjen, një pjesë pastaj deponohet në mëlçi si glikogen, pjesa tjetër nuk hudhet jashtë trupit, ajo shndrohet në yndyrë. Edhe i keq është shndrohet në yndyrë viscerale që i bjen shkon i sulmon ato organe. Tek meshkujt është rreth barkut, po sani më i çuditshëm që ekziston, shkon te organi më i ndjeshëm që është zemra. Edhe shkon na i bën ato arteret, na i mbyll. Pse nuk shkon me një organ që s'na vjen fort? Te dora për shembull, po shkon te zemra. Ndoshta është biologji të cilën ende nuk mundi me shpjegu paktën joën, ndoshta është temë për një kardiolog tashëm që do të jetë në podcastin e juaj. Po ajo që thatë është fjalë për fjalë saktë. Do të thotë të gjitha implikimet, qofshin ato shëndetësore, financiare, emocionale apo mendore, preken në rastin kur ju po thoni. Për shkak të aktiviteteve të përgjithshme i kemi humb ato momentet klasike që i kemi pas. Kështu që pajtohem atë që thatë ose më pyetët. Vazhdojna me pyetjen tjetër të Zarfit Bardh. E kemi, fëmijës tem shpesh i ndodh me hangër ushqimin që i ka rënë tokë. A është rrezik? A mundet me i ndodh diçka? Kjo është pyetje me shumë përgjigje. Tash fillimisht një fëmijë natyrisht nuk mundet vetë me seleksionu çka është rrezikshme për të çka jo. Kur një fëmijë si bjen diçka në tokë, ai me automatizëm nëse ka interes për atë gjë, e merr dhe shfrytëzon prapë. Në rastin tonë, nëse është ushqim, pyetja e parë që e kisha bë vetit është ku ka ra ushqim? A ka ra vetëm këtu në tokë? A ka ra me një vend që është ka dhe diçka të langshme rreth vetes? A ka ra e ka shkel një kafsh? A ka ra afër ndaj bërllogut, ndaj mbeturine? Ka shumë dallim. Nëse një copë buke që një fëmijë është duke hangër ose duke ushqymet e ka rënë tokë për pak sekonda, është një farë rregulla 5 që ti thojnë. Bakteret për 5 sekonda mundohen me mbipopullu një objekt që ju afrohet. Në rastin tonë, natyrisht në tokë, në tavolinë, çdo ku ka baktere plot. Momentin që një ushqim që i ka ra fëmijës tan, e ke marrë me një herë pi tokës, edhe e ke pastru pak, edhe nëse ja jep, përkundrazi, ajo është një prej ta themi ashtu vaksinave natyrale të cilat një fëmijë mundet me shfrytëzu. Sepse imuniteti, që po përmendi që disa herë, nuk është diçka e cila lind edhe e ka skenarin edhe punon. Imuniteti është diçka e cila është prej zerrës. 6 muaj ke imunitet nga nana, pastaj fillon prej zerrës trupi yt. Imuniteti i ka 2 mënyra që shmëson. Ose përmes vaksinës, ose përmes kontaktit me shkaktar natyral. Shumicën e imunitetit ne e fitojmë duke kontaktuar me shkaktarin natyral.
Është një bakteri që ndodhet në tavolinë, ndodhet në duar, ndodhet në rrobe, fëmia joni ekspozohet edhe krijon një lloj imuniteti për atë shkaktar. Kështu që unë isha kon happy nëse ishim kthy në atë kohën kur neve buka me isop djath, me vaj, me krip, na ka rënë tokë, këtë që kemi bo, e kemi fry pak edhe kemi fillu me hangër. Ka qenë gjithçka e shëndosh. Nuk jemi smundë një herë, okej, dikuj prej nesh ndoshta i ka rënë një smundje bazike, një barkqitje lehtë, ose na ka rënë edhe hepatiti A, ne i themi një lloj verze, po është prej hepatiteve më të parrezikshme që më herët i ka rënë çdo kujt, sot nuk i bjerë fëmijëve modern për shkak se pikërisht nuk i ekspozohen. Cili është një fëmijë modern sot që pin ujë ne i thoshim rek, i thoshim përpara, ka qenë si një lloj procki ku ka rrjedhë ujë. Ne jemi la, aty kemi pi atë ujë edhe asgjë s'ka qenë. Është pjesë e qenurit njëri, bre? Patjetër, kur një person, një fëmijë është i shëndosh nga të gjitha aspektet, se secili prende një fëmijën e vet, madje këshill e kisha dhënë të ekspozohen sa më shumë. Pa dash me bo digresion me emisione tjera që i ke pas, po mendojnë diçka ngjashme të shpërgjigj edhe kolega jam imunolog që ka thonë që fëmijët që i ekspozohen ambienteve të jashtme, natyrisht janë më të shëndosh. Pse duhet një fëmijë me u izolu patjetër? Pse më vërtet? Pse duhet? Pikërisht imuniteti këtë funksioni ka, duhet ta atakoj shkaktarin për me u bë gati që nëse vjen ai shkaktar edhe një herë, me qenë i mbrojtur. Përndryshe, dami është më i madh kur të vjen herën tjetër. Shumë e vërtet, normale. Vazhdojna me pyetjen tjetër, zarfit kaft. Zarfit, më ka met prej zarfave, po harroj me ton kutia. Mësu me zarf. Hajde të shohim që që të pyetje edhe une desme ditë edhe une, edhe do më thonë kur e kemi gjetë, kitë shokë të më kanë thonë qete. Hajde. Çdo ditë udhtoj prej Prishtinës në fushë Kosovë me trafik urban. Qatë shumë njerës që hypin ta, sa frymë suaj me marrë shlirë. Qysh guxojnë me mush ka të shumë autobuzin, a e din këta njerës sa infeksioni mund mu shpërnda? Sidomos gjatë prapë po kthejmë të këto muajt tetor, kur fillon një mënyrë është një mesi i vjeshtës, komplet dimri edhe pranvera hershme. Është periudhë ku viruset e influencës ose viruset e gripit në përgjithësi, viruset respirator, e kanë momentin kur ata veprojnë. Këto ambiente ku ka shumë njerëz, hapësira ngushtë, ajrosi jo adekuate, janë vendi ideal që këto baktere me gjetë ose virus me gjetë pacientin arshëm. Prandaj të ekspozuarit në trafiqe urbane ku janë të mbipopulluara me udhëtar, janë gjithashtu një prej burimeve të infeksionit, burimeve të shpeshta të infeksionit. Ku është risk-benefiti i kësaj? Për fat, aty udhtojnë shumica që udhtojnë janë adult, janë të rritur. Një mënyrë plusi i shtrembër i parë, kisha thonë. Plus jo i mirë, po i shtrembër. Po është një farë përparësie për neve si mjek, sepse tek fëmijët, thash, imuniteti është ndryshe. Një i rritur nuk na shqetëson në atë mas. Plus i dytë është që tek ta të rritur simptomatologjia është më tipike, edhe zakonisht një grip kalon prej 2 deri në 5 ditë, pa komplikime të mëdha. Është virus, ose janë viruset të cilat i ekspozohemi edhe gjatë muajve të tjerë të vitit, kur trafiku është më pak i ngarkuar. Sepse jo vetëm trafik urban që është e vërteta, i qasemi këtij virusi. Ato e kemi në kafiteri gjatë pauzës, ato e kemi në shkollë gjatë orëve të mësimit, ato e kemi në vetur kur udhtojmë me një kolegës. Domethënë e ke çdo kohë, e ke edhe tash që do jemi të folë. Unë të përshëndeta kur erdha këtu, ndoshta 2-3 herë kom tesh në dorë tuar këtu edhe e bash me shnet virus. Bash nuk e di, ndëgjohemi mas 24 orë nëse ke simptoma. Tash e di nëse smuna. Nëse smush për me e ki potencialisht, po ti nuk besoj që më ke taku veç musë, besoj i ke taku edhe një 5 njerëz tjerë. Kështu që ne natyrisht mundohemi me parandalu. Institucionet e shëndetit publik çdo vit, po çdo javë specifikisht kur ne e bëjmë një raport të smundjeve respiratore ku përfshihet gripi gjatë sezonës, një ndër rekomandimet është që të anashkalohen vendet ku ka grumbullim në masë të njerëzve. Ose në rast se e ke patjetër të gjejmë metoda të parandalimit, qoftë përmes maskës, qoftë përmes në momentin që del prej autobusit, pastrimi i duarve, pastrimi i hundëve me tërësirë fiziologjike, janë disa spreja që shumë njerëz sot
për fat mirë po i përdorin, që është thjesht një tretësirë fiziologjike, zakonisht është izotonike ose hipertonike që i pastron rrugët respiratore, sepse aty zhvillohet virusi. Virusi nuk po hyn gjak me njerë. Normal. Virusi prej hundës dikujt tjetër bartet në mukozën tënde, edhe nëse ti jep kohë me u zhvillu, ti do t'infektohesh. A kina apel për njerëzit që hypin trafikun urban? Kështu një fjali që kishëm ja u thonë? Po, nëse e tham qatë fjalin që po du, a i kishtë thonë, mërë zotëri edhe unë po kam qef me pos kërë, si ti po s'kam. Apeli kish me qenë pak ma i përgjithshëm, që me siguru sa ma shumë linja të trafikut, që njerëzit mos me pas nevoj vetëm me një linjë të gjithë me hyp aty. Po, në bukas... Pa tjetër, sepse në krejt botën, unë një pjesë të studimeve kam kryer në Suedi, trafiku urban ose trafiku i qytetit është mjeti më i shfrytzuar që ekziston. Edhe atje që është vend të jetë strikt për këto rregulla, edhe atje ka pas një linjë e cila ka qenë tmerrsisht e mbushur. Tash të folim nga del shpirti që thojna. Nuk po themi që është rast vetëm Kosovë, sepse ne jemi mësu gjithmonë kritikën me qenë kogja e centralizuar. Çdo kund është kështu. Ne kemi një fat që popullata është shumë e re, edhe jemi shumë rezistent ndaj këtyre infeksioneve, përndryshe unë po besoj që është një prej çështjeve tjera normale ta marrësh gripin me një ambient të mbyllur, po nuk është normale nëse ti nuk ruhesh. Kështu që në këto muaj të dimrit i keni jaknet me shumë xhepa, mrena një alkool 75%, një tretësirë fiziologjike me i pastru hundët, sa herë të ekspozoheni një virusi, shkoni pastroni duart, mos hezitoni kur të shtini, zakonisht mos e bëni këtë formë të shtitjes, po shfrytëzoni mjetet më të lakta, për shembull këndin e krahut ose diçka, sepse kërkan nuk e përshëndet me kënd krahut, po krejtëve u jep dorën. Edhe është pak tabu, po edhe mos e shkëmbet dorën me dikant. Nëse dikush don me të përshëndet, mjafton me boks ose në lloj tjetër përshëndetje ose vetëm nga larg. Kur e din që je person i ndjeshëm. Unë për shembull, personalisht 20 herë mbir gripin vet, mundona me urujt. Ati që nuk i bjerë gripi fare, a edhe nuk ruhet për shkak se nuk e ka konceptin njeriu me u mbrojt për diçkafe që nuk e sulman asnjëherë. Kështu që kaq kisha dhënë më shumë se cili e din si me rujt shëndetin, kështu që normal. Vazhdojmë me pyetjen tjetër Zarfit apet. Të kutisë së zezë kanë më mbo mim tash. Tu e përsërit 20 herë Zarfi. me zespresin për mi. Gjyshi jam i ka 88 vjet, nuk smuhet kur. E pin cigaren që 70 vjet. Unë e veç pak me dali veshun më hall, 3 ditë smuj nuk muj me ardhë në vete. Nëse imuniteti trashëgohet prej gjeneve, pse nuk jam me doni qaq i fortë sa ai? Po çto është kjo? Është lexuar një fjali që imuniteti trashëgohet prej gjeneve dhe kaq. Që kaq është fjalia? Sa përcent është prej gjeneve? Se çdo send botë është 0 deri në 100%. Sa përcent është prej gjeneve? Në bazë literaturë është 25%. Plus që ti gjyshin e ke kogja diferencë gjenetike, se ti e ki gjyshin, e ki nonën, e ki babën, do më thonë je kombinim triple genetik, do më thonë nuk i ki ti imunitetin copy-paste si gjyshit, genetikën për flasë copy-paste si gjyshit. Ka crossing overa, kombinime tjera genetike që ty të bojnë ma të dopt, po ndoshta edhe ma të fort. Për shembull ti ndoshta vllau në gjyshit e ki me një imunitet të dobët. E çka tash? Këta njerëz quhen që janë njerëz që thojnë genetic noble factors, do të thonë faktorët e artë genetik. Disa njerëz e kanë fatin mos smukur. E kanë fatin. Tjetër, nëse 25% koka genetike, kush janë 75% faktorë tjerë? Janë krejt çdo sene që na i përmend. Krejt çdo sene që na i përmend. Ço po ta bëj ty një pyetje? Hajde. E keni iPhone, cili është i fundit tash? 17 që. Nxenë 15. Ti jemi sigur që është. Edhe kini Nokia 3320. Kësi, të ne hershit që. Po? Cili është më i fortë? Në çfarë konteksti? Tjetër, cili është më i fortë? Në rezistent për shembull. Ma rezistent është Nokia? Of course. Po cili kryen punë më shumë? iPhone. Exactly, ja. Domethënë gjyshrit tonë janë sikur ato Nokia të vjetra. E kanë rezistencën sepse prodhimi i tyre atëherë, ata nuk janë ekspozuar rrezatimit si ti sot. Ata nuk kanë hangër 5 herë në ditë sendviça me kaçkavall, ata kanë rujtë dhe kanë prej lopën vet, kanë hangër kos që ka probiotik. Ti sot han jogurt grek që është aty shkruan 5% fat, po trust me nuk është 5%.
ai nuk ka hongër gjana ku ka shkru pa konzervant, sepse ai ka ditë që s'ka konzervant, sepse e ka kriju vetë, qofshin ato të tipit ushqimeve tjera që kanë probiotik, për shembull, ndoj lakën, ndoj turshi ose diçka që janë të shëndetshme për organizmin. Domthonë baza e gjyshit tënd, shtoja këtu edhe gjenetikën e tij të fortë, e bën ato më rezistent sot prej banaliteteve të tipit gripe, ftofje e gjana tjera. Kurse ti i rritun me telefon, i izoluar në 100 metrë katror në banesën tënde, pa dal kur në livadh, pa dal kur në mal, pa hongër kur mjalt natyrale, pa konsumu ujë të kronit, po të konsumu ujë plastik, natyrisht se je sigur ky iPhone, je shumë cilësor, qëtë foto shumë të mira, po pak me me tron tokë, shko bleje të rion, për ndryshe nuk wow, qëka në këto dhe shumë e mirë. Unë mendova me bo me telefona, unë jam apasionant i Nokias, po s'kum pas qare pa kalu në kompani tjetër, se Nokia nuk shitet më, kështu që. Pyetje tamam për ty. A janë karrocat e marketit në venet më të ndotuna në qytet edhe më shumë se tualetet publike? Hec s'kisha folë për këtë, se përgjigja është po. Karrocat e marketit, dhe më thonë, ju ekspozohen, hajde merre një market që ka mesatarisht punë. Edhe i ka pezon 300 klienta në ditë. Imagjino 300 durë të ndryshme në ditë. Tash se nuk jam i mirë në matematikë, po imagjino brenda muajit sa herë i ekspozohet. Kush mendon ti që si t'hen market, e merr një pallom, i lën durët, i paston durët, edhe tani e kap karrocën. Asnjë. Ata që janë pak më të ndjeshëm, siç e thash, sepse kompani njerëz e pastrojnë karrocën, pastaj e vendosin durët, pasi kanë kujdes ndaj vetë. Kështu që po nuk e shoh si temë të tipit a do të tash në mos më prek karrocën kur ose më shtu në krah. Në një botë të faktor të rrezikut. Problemi më i vogël është karroca, se në market është shkon një herë në javë. Ti ato e ke në derë të hyrjes, e ke në çelësat veturës, e ke në facoletat që i merren. Çdo veç nëse futesh me një dhomë që është sterile, edhe rën këtë formë. Çështu flan, çështu rën, aty si e rrezikon prej kurrxhaje. Momentin që ti del edhe qarkullon, po prandaj e kemi një gjë shumë fisnike në trup që quhet imunitet. Edhe na mon gjallë, edhe është një prej sistemeve të organeve që funksionon me inteligjencën më të madhe. Domthonë trurive që është më inteligjent në aspektin e saj, kurse imuniteti është diçka. Unë jam shumë i ndjeshëm ndaj temës imunitetit sepse është intriguese me e kuptu. Kështu që informatat e tipit të marketeve, të karrocave të marketeve, po është e vërtetë që janë shumë atë kontaminuar se një toalet, po jo toalet publik, po toalet në shtëpinë tënde, sepse toaleti publik gjithashtu i ekspozohen mijëra, miliona njerëz, po nuk janë vendet më të pastërta, beso. Nana nga në qëtë pyetje. Jam një nanë prej Prishtinës. Sa herë e qoj djalin ta me lujtë në park, ja veshi do dorza për mes me prek diçka se tutna që infektohet. Nanat e tjera janë shumë të pakujdesshme. Veç që i lojnë fëmijën e tyne me lujtë e me prek gjithçka e mu infektu. Qysh mundet me ndodhë kjo s'pe kuptaj? Pa da është me paragjyku asketa. Vesh kjo si disclaimer prej meje, se nuk jam tip paragjykus. Nëse kisha qenë unë prindin këtë rast, ma shumë kisha dosh mu konë si këto nanat e dyta, që e lanë fëmijën e vetë, jo në tipin me bot gjithçka, po fëmijën e vetë, ose fëmijët në përgjithësi, duhet me lanë mu ekspozu në dozat vogla në këto shkaktar që po i përmendim vazhdimisht. Një fëmijë pa ekspozum, një fëmijë që rrin vazhdimisht prindi duke u kujdese, një të rëzu me ja fshin dorën, e ja lën dorën, nuk është metoda ma mirë për me rujt fëmijën tanë. Okej, e run aktualisht, ai fëmijë nuk do të jetë në atë stat jetës për gjithmonë. Ai fëmijë dikur ka me dalë prej kësaj rutinës tonë. S'mundet me lejt. Imagjino një smundje që normalisht i çdo më kalu në fëmini, miron fëmijës tonë dikur në moshë më të ngritur. Edhe do ta ketë më vështirë menaxhimin ose kalimin e smundjes në aspektin e pasqyrës klinike, edhe do të jetë më keq psikologjikisht për to, sepse ne jemi mësuar për shembull që filan smundja kryhet kur i ke 1 vjet, e tashmun 15 vjet më ka rënë. Kështu që lejimi i fëmijëve mu ekspozu në këto faktor është shumë i rëndësishëm. Po jo vetëm faktor biologjik ose mikrobiologjik. I sugjeroj shumë nana me po se si trajtohen fëmijët në vende skandinave. Do thotë
prindërit me shoqëri dalin me pi kafe diku, sepse ju e dini Skandinavia është pothuajse çdo herë dimër. Fëmijët me karroca i lënë jashtë më ekspozu në të ftoftë. Sepse është një farë fjale plumi me plum e lahat. Njëjtë është edhe kjo. Imuniteti kërkon rrezik. Rrezikun e sheh imuniteti dhe krijon mësim ose krijon një memorie imunologjike që kur vjen shkaktari i vërtet në dozë të madhe, unë me antitrupa jam i gatshëm i thon ndalo, mos hyn trupin e këtij fëmije, këtij personi, sepse unë kam informatë që ti je i dëmshëm për mua. Edhe nuk e prana. Që është prandaj po them e pëlqej si mekanizëm imunologjik. Nëse veç për 30 ditë kishim ndjek krejt rekomandimet e shkencës, ushqim, gjumë, me ecë, me vrapu, a kishim qenë ma mirë? Pa dyshim që po. Çdo gjë që publikohet sot në resurse shkencore, qofshin ato revista, konferenca, forume e tjerë, nuk janë gjëra që krijohen vetëm për një njeri. Janë gjëra të filtruara, të krijuara prej shumë ekspertëve, që vlerësohen pastaj nga ekspertë tjerë që nuk kanë lidhje me këta tjerë. Për shembull, një punim që e bani jo, e ke bë me ekspertizën tonë maksimale, pastaj unë që s'njoh fare ty, domethënë nuk kam lidhje interesi me ty, e vlerësoj edhe një herë a është adekuate kjo që ju keni po, edhe hudhin treg për me lexu audienca. Nëse përcillen rekomandimet shëndetësore që kanë bazë shkencore, natyrisht cilësia e jetës kishte qenë maksimale. Ne çdo ditë themi mos pini duhan. Po duke qenë se duhani nuk shkakton diçka që të në mënyrë akute shkakton dëm te ti, disa njerëz natyrisht tentojnë me ju largu ose mos me përfill si këshill. Po nëse themi për shembull të qëndrosh larg zjarrit, ti natyrisht se kemi u friksu sepse zjarri në mënyrë automatike të shkakton diçka të keqe, edhe nuk është që pret shumë. Secili njeri do ta ketë personalizuar mënyrën se si e përcjell shëndetin, sepse janë standarde ndërkombëtare që janë përcaktuar me këto ulëmtime, ku e din ti që 120 me 80 mm shtyllë të zhivës është tensioni normal. Sa je sigurt? Pikërisht janë bëhu ulëmtime që kanë ardhur deri te këto standarde, të cilët ne i përshafojmë sot. Nesër mund të ndrojë diçka. Edhe ne duhet të kalojmë që tash 130 me 90 është normale sepse ka ndryshuar stili i jetës. E kështu me radhë. Do të thotë gjithçka është e personalizuar në mjeksi edhe përditësohet edhe përdesa jemi duke folur. Pra pyetje për nanat. Djali jam shkon në qerdhe, smuhet rreth 10 deri në 15 herë brenda vitit. A me nal ketë pi qerdhes, a është normale? Jo. Unë edhe si prind prap po kthehem në këtë profilin ose në prizmin e qenurit prind, edhe fëmia jam, sado që unë tash jam vet i fushës, edhe mundona në mënyrë ndonjëherë edhe të tepruar, në mënyrë strikte me bë që më kujdes prej problemeve të mundshme shëndetësore që mund t'i ketë fëmia im, sidomos në kuadër të infeksioneve, unë prap po mendoj edhe me literaturë shkruar, nuk e di nëse e ke lexuar literaturë, ma ke bë këtë pyetje, po 10 deri 15 është një farë lloj standardi ndërkombëtar që supozohet një fëmijë një moshe të caktuar, ndoshta me kontrahu infeksione të tipit infeksione të zakonshme. Edhe një herë, 10 deri në 15 herë, një fëmijë që shkon qerdhe duhet të mos smu brenda vitit. Jo që duhet mos smu, edhe mundet mos smu asnjëherë ose 2 herë. Po nëse mbrin deri këtë nivel nuk është diçka shqetësuese. Ajo që është shqetësuese është se secili prind duhet ta përcjellë se në çfarë stadi po mrin smundja. Një fëmijë që sot i fillojnë disa simptoma të kollitjes, edhe i përfshihen rrugët e sipërme respiratore, po ka një temperaturë 38.5 gradë Celsius, ka një koll të lehtë, ka një koll që nuk u aprish cilësinë e gjumit, fëmia po ushqehet mirë, pse duhesh më shqetësu? Është cikël normal i imunitetit. Është një smundje që bjen, edhe plus duke e ditë që virusët respiratorë ndryshojnë çdo vit, se nuk është që gripi është një lloj edhe e ke për ton jetën ashtu. Çdo vit brenda vitit 2 herë format e gripit ndryshojnë. Normal. Prandaj mund të jetë. Kështu që përkundrazi, sepse ne fëmijët i çojmë qerdhe për shumë arsye, disa për shkak të angazhimeve që i kemi në jetë edhe pamundësia për me rujt fëmijë, natyrisht i vetmi zgjidhje do të jetë qerdhja, ose i çojmë në qerdhe për socializim, për mësim gjanave të reja, varet prej moshës, dhe varet prej natyrës prindit. Unë po mendoj që qerdhet nuk duhet jenë, si më thon, faktor të cilët i duhesh me i kontestu nëse duhet me nxjerr prej qerdhes ose jo vetëm se po smuhet. Nëse gjendja e fëmisë ose gjendja shëndetësore deterioron çaq shumë sa që fëmia nuk kthillet për shumë kohë dhe nga një grip i thjesht,
atëherë është çështje që ti duhesh me hulumtu bashkë me pediatrin edhe me marrë një vendim në bazë të gjendjes së atij fëmije. Po jo për shkak të qerdhës, po për shkak të fëmijës. Patjetër. Nëse fëmia e kalon një smundje që është me një interval 2 deri në 5 ditë, unë po mendoj që është normale. Natyrisht duhet kujdes më të madh, duhet ushqim më cilësor, duhet përkujdesje e tipit që higjiena të jetë nivelin sa më të lartë mundshëm, të mos zgjidhen për shembull çerdhe ku fëmia yt është veti 50 me një klasë, sepse kthehemi prapë në hapësirat e mbyllura. Natyrisht, cilësia e çerdhës duhet shikohet, secili prendur nuk po dyshoj që e çon ose ka dëshirë më të mirën për fëmijën e vet, kështu që ky aspekti është i zgjidhur. Prindërit nuk na do na shkojnë askush më shumë se ta, kështu që jemi të mbrojtur. Vazhdojmë me një pyetje tjetër, tamam shqiptarske, kështu alla shqiptarske. Na nuk e gjujmë kur poshtë ushqimin që na metet, gjithmonë e nxejna ka 2-3 herë e mas ne e hajna. A ka rrezik me u infektu ose me u helmu? E mira është që shumica e neve vijnë prej familjeve tradicionale, po flas edhe për familjen time, asnjëri nuk është mjek. Mirë po, për çudi, për shkak të përvojave që e kanë ditë cili ushqim është për mu gjujt, cili është për mu rujt, a do të me nxe, a do të me rujt në ngrime, a do të me rujt vetëm në ftofje. Mas pare, se cili njeri e ka një lloj ideje se cili ushqim duhet më rujt, cili jo. Për shkak se sot përdorim edhe ushqime të konzervume ose që nuk i kemi gatu vet, ndoshta është pak më andishme, po nuk ka asgjë të keqe me ushqimet e mbetura ose leftovers që i themi ne, edhe ngrohjen e ushqimit për mu hangër në ditën tjetër. Madje edhe në aspektin njerëzor, po edhe mjekësor, nuk është e shëndetshme ose nuk është sjellje e mirë hudhja e ushqimit tepërt. Sepse sot jetojmë në një kohë ku njerëzit vujnë. Dikush ne kemi dy probleme, në ushqishmëria edhe mbyll ushqishmëria. Domethënë prapë kemi probleme të tipit paradoksal. Kështu që hudhja e ushqimit nuk rekomandohet. Secili e din masën për familjen e vet, sa gatun ose sa blen, kështu që nuk po besoj që frigoriferat tonë pëlcasin prej ushqimeve tepërta. Lirimi sot s'ka hangër buk, na ka mbet një copë mish të ruajnë për nesër, sepse pse me hudh. Përpara ne kemi pas e një të mirë, kemi pas disa kafshë në shtëpi dhe asgjë s'ka shku dëm. Edhe pjata që s'është hangër prej familjes, është hangër prej kafshës. Sot nuk kemi kafshë në shtëpi, po sot jemi më të logjikshëm në atë çka po gatujmë. Sot kemi sasia në aspektin e sasisë, por nuk është asgjë e keqe me rujt ushqimin edhe me hangër për nesër. Madje është një sjellje kogja avancume humane njerëzore. Me kujdes për një burim i cili është shumë i shenjtë për disa, që është ushqimi. E që kjo pyetje është ma kontroverse. Vaksinat e Covidit na u bënën të obligume. Nëse qëllimi i vaksinës është që one me mbrojt veç vetën, pse nuk na lanë të lirë me marrë ose jo, po na shtenën me zërë? Të them drejtën, si profesionist shëndetësor, kam dëgju kësi ankesa të tipit të kësaj pyetje, që disa, si me thonë, institucion ose disa biznese i pas kanë detyru punëtorët e vetë me u vaksinu. Shef, vaksina nuk është gjithmonë e drejtë individuale në kuptimin se për çfarë merret. Natyrisht është e drejtë individuale e personit me vendosë a don me marr ajo. Mirë po janë edhe disa kritere tjera të cilat ndonjëherë duhet me i diskutu. Një profesor i imi e kam shumë për zemër, e ka një metaforë që e përdor, edhe është metafora ose anekdota e semaforit në trafik. Në epidemiologji e përdorim shpesh në fakt, kur kemi më shumë bëjmë me izolimet personave ose karantenim të personave të cilat dyshohet që kanë sëmundje ngjitëse, sepse kjo është një prej metodave të parandalimit. Në çdo konvent ndërkombëtar në botë, shkruan që e drejta jote për lëvizje nuk mohohet prej askujt tjetër. Domethënë ti si person, kudo që shkon e ke drejtën për lëvizje, derisa s'kalon në një shtet tjetër ku të vjen dokumenti identifikues. Mirë po, imagjino, je në rrugë diku, je me veturën tënde, edhe pa prit mas shfaqet një dritë e kuqe, edhe ti ndalan. Qysh ka mundësi një dritë e kuqe e pa vlerë me ta ndalu ty drejtën kryesore e cila ke drejta e lëvizjes? Arsyeja pse është kjo logjik në botë është që për mbi drejtën e lëvizjes është një drejtë edhe më shëndosh edhe më vlefshme për personat, e është e drejta për me jetu. Drita kuqe ta ndalon ty lëvizjen, në mënyrë që me ja leju lëvizjen këmbësorëve e mos më rreziku jetën atyre, edhe ata me kalu në anën tjetër të rrugës të shëndosh e mirë,
qysh kemi kalu temas 30 sekondave kur të kryet semafori dhe me vazhdu rrugën tjetër. Logjika është te vaksina po kthehemi prapë. Arsyeja pse ka ndodhur një lloj vaksinimi në masë ka qenë për me ruajt shëndetin publik, sepse erdhëm deri te një faktor, deri te një pandemi, e cila na zuri totalisht të papërgatitun, na zuri totalisht pa informata specifike dhe na friksoi kogja shumë. Vetëm juve nëse ju pysh si banori i këtij vendi. Kujtoje marsin 2020 edhe marsin 2023. Nëse bëhet një lakore e emocioneve tua, ti në 2020 e ke pas frikën kaq, kurse në 2023 e ke pas frikën këtë ult. Sepse ke kriju pak informata, ke qenë pak i mbrojtun, të karo ndoshta një herë Covid-je nuk je tut më, baba ki je vaksinu, kështu që kampanjat e tilla të ashpra të vaksinimit, pa dash me gjyku diçka specifike, unë jam epidemiolog, si që the, jam specialist i shëndetit publik faktikisht, ndoshta është bias me pyet mua ose është keq kuptim, po unë mendoj që vaksinimi është një prej, si më thon, prej mjeteve të cilat fisnikisht na kanë ndihmu me u largu prej shumë smundjeve ngjitse. Madje është një farë fjale me një libër thotë vaksinat janë aq efektive saqë bota ose njerëzit kanë harruar se si ishte bota para tyre. Sepse ne jemi gjenerat që nuk kemi pa pacient me polio, nuk kemi pa pacient me variol, nuk kemi pa pacient ndoshta as me difteri, nuk kemi pa pacient me koll të keqe. E ke kryer mjekësinë. Kur është hera fundit që ke pa pacient me koll të tipit me pertusis që i themi në gjumë. Një fëmijë që nuk mundet as 0.3 sekonda me marr frymë se kolli e ndjek kollin, nuk ka gjama të frikshme. E vërtet. Pa marr shembull specifik tash, po nuk jam pro imponimit në çfarëdo forme, të jemi të qartë. Mirë, po qëllimi, sepse edhe bizneset besoj që i ka obligu dikush, është e drejta për me siguru një ambient shëndosh edhe të parrezikshëm edhe për tjerë të cilat kanë pas dëshirë mu vaksinu, e ju mu rreziku vetëm prej një individi që ka qenë kundër ose ka pas një mendim me shty pak vaksinimi. Me thonë drejtën edhe unë kam qenë pozit me një familjar timin. Po e kemi zgjidhur në mënyrën më parsorë, edhe gjithçka ka shku ashtu siç duhet, me komunikim edhe me sqarime që i ka marrë për një profesionisti. Kështu që tash jemi në pjesën e 3 pyetjeve të fundit, që i kemi, edhe tani kam një sfidë krejt në fund për ty. Patjetër. Fëmija e mi, verës, shkojnë shpesh në bazen edhe secilën herë po infektohen ose në lëkur, ose në sy, ose në vesh. Pse? A ka mundësi që është prej urinës ose prej klorit? Po, shëndeti publik natyrisht sfidohet gjithmonë në këto muajt e verës, qoftë përmes helmimeve me ushqim ose problemeve që mund t'i vinë popullatës prej ekspozimin ndaj ujrave ku lahet një masë njerëzve, siç janë për shembull pishinat ose bazenet që e thatë ju. Me aq sa kam njohuri, sepse nuk jam specifikisht i fushës, unë besoj që shumica e këtyre bizneseve që ofrojnë kësi shërbime rekreative të pishinave, nuk po dyshoj që i përmbahen standardeve të hudhjes së klorit. Mirë, po edhe klori si mjet që në fakt është baktericid ose i mbyt bakterët dhe viruset, i ka ato efektet anësore kimike, sidomos tek ne që hudhet në sasi më shumë. Se ne kemi atë pretekstin, nëse 1 kg i bën hajër, që t'ja 1,5 kg i bën edhe më shumë hajër. Edhe zakonisht unë po dyshoj që, ose po vlerësoj që hudhet më shumë klar, i cili gjithashtu jep efektet ngjashme anësore tek njerëzit. Irritim të lëkurës, irritim të syve, irritim të mukozës, por nuk përjashtohen edhe viruset dhe bakteret të cilat mund ta kontaminojnë pacientin. Si përfundim, a është prej urinës, pi klorit? Të gjitha bashkë në këshat. Të gjitha bashkë. Sepse edhe klori në reakcion për shembull me produktet e urinës, sepse normalisht urina është dashur me qenë sterile. Ju e dini, normalisht është dashur me qenë sterile, por kur ka interakcion kimik, krijohen disa substanca që janë modifikime të klorit që i rritojnë edhe më shumë lëkurën. Kështu që unë nuk i preferoj këto ambientet, të thënë drejtën, sidomos ku ka shumë njerëz, po disa njerëz me dëshirën e tyre natyrisht e frekuentojnë, është disponim, është mirë, është një aspekt tjetër shëndetësor, sepse gëzohen e kënaqen, po jo çdo kush mundet me shku në deti. Tu e konsideru që pyetjet e fundit janë për shëndetin mendor. Unë e kam menuar ta bëj një sfidë interesante. Çka kena më të bëu është, na i kena marrë domethënë do video ma virale që janë kohën të
dhunës verbale dhe fizike televizive, kemi më t'i kallëzu, do me thonë e kemi bo bashk, kemi më t'i shfaq, edhe ti kemi na dhu një mendim tonë çka po ndodh me shëndetin publik të popullatës. Po njëherë po du që ti me reagun qëtë video. Okay. Sigur ti ke pa? Ndoshta. Veç ki me prek, do me thonë play, qysh do që të bjen ty ma let? Okay. Ju lutem vetëm një sekond. Ti rrugaç. Ti muziku idiot duke devijuar emisioni. Ti jam këtu rrugat. Kujt këtu rrugat? Secili që qohet sa bashkë. Ti çu ka blet unika Je mos të abuzimit, e kish përdorimit. Mjafton me Për kohë banor, me në do të shqetësoni. Ta përfundojmë li. Lutem. Seriozisht, Unë jam në emision tani. Unë shkoj një herë tash. Ndëgjoj, ideja është Ti nuk je as patriot, as panelist. Se si karcili. Bedria s'pas Nuk se si karcili. rrugat që lidhe me kry nuk i, ti jeni idiot. Po janë gjatë ngritura. Ti më oblojën mua dhe kreta, dhe çka po të më mbo? Çka po të më mbo? Ti që lo fmi, rrugë ty s'ta kanë me po. Renusha. Pasha çata ti fmi, se kushti. Era por mjetën temi, po na bif fmi. Ne ke lon 30 vjet, se ke ditë ku e ti. Renusha qetëso. 29 vjet. Qetësone. 29 vjet. Çarketi më qësar flasun. Disa nuk i kum pa. Ti më the, ndoshta i ke pa, po jo disa si kum pa, për fat mirat keq, ju vlerësoni, po është mirë mi pa këtë sene. Ti vesh komenti. Do me thonë ti veç sa i pa që thash, do me thonë një përmbledhje, edhe sigurt niveli i stresit në trupin tënë është rrit direkt. Ndoshta po shihet. Shumicën e kam instinktivisht edhe në situata jo comfortable buzëqeshi. Kjo buzëqeshi jame nuk ke prej gëzimit, edhe nuk ke prej mallëngjimit me pa më shumë të tilla, po në një mënyrë mbeta weird, pse dikush duhet me ardhur deri në një stad të konfliktit publik për tema që mundën mu diskutu edhe të najtë bre. Për shembull aty ke një skeç ku një mysafir qohet për emisionin. Nëse unë me ty nuk ndina rahat, shumë pak kam nevojë me thonë përgjigje ku po shkoj. Qohem, nuk kam kurfar kontrate me ju, veç qohem edhe nuk krijoj skena të tipit konfliktuoze ose diçka. Plus, nëse shumica për këtyre më duket kanë edhe emisione me natyrë politike, nuk i ndjek shpesh për shkak se ndoshta për shkak të punëve, për shkak kohës, disa më duket kanë kësi show të tipit Big Brother ose diçka ngjashme, i pash disa prej figurave që ndoshta u angoj muzikën, po si duket që kanë pak më shumë agresiv. Kështu. Pinishe deri në 10, niveli toksisitetit? 12. 12. Kështu. është mi paragjiku, sepse tek e fundit është një sen që ne e quajmë si showmanship. Disa e kanë edhe si mask, për me reflektu të audienca si diçka që e ndjek edhe krijon mundësinë me rekrutu më shumë shikueshmëri, natyrisht duhet me bë pak më dramatike. Duhet me, edhe është natyra programit ashtu, ata kanë zgjedhur me vetë dëshirë me shku aty, askush nuk i ka çu me zor, po sa ndikon çka na besfort. Po kjo ndikon shumë te na. Kur unë po ndroj çasti fiziologjike, po shkoj ka smundja, veç me i pa këto zhurma që reflektojnë keq në familjet tona fillimisht, sepse këto shikohen me familje. Nëse i shikoj me juve në kafe, do shta janë fani edhe të mira për shëndet, sepse qeshim edhe i përbuzim, po në familje reflektojnë keq. Ajo që ka di edhe që është edhe ma keqe, është që shumica programeve në kohën më të ndjeshme, kur secili është para televizionit me familje, në qatë kohë transmetohen këtu. Ç'kjo është më tut më shumë. Ç'kjo më tut më shumë, se me qenë në ora 10 këto zbohet nami, pse se fëmijët flajnë deri në ora 10. Po në 7, në 8 i ki qëto. Lësho X programin njëjtë. Lësho X Okej, ndoshta varet edhe prej sezon, është kohë zgjedhjesh, është kohë showmanshipi, këtë është në rregull. Po me të gjitha, ne kemi një armë që këta se kanë ndaj neve. Edhe e quhet telekomand. Trak e nal, edhe nuk i sheh këto, ose ndron një program, kalon një program tjetër që
për ty përkohësisht për një orë, nëse ti po mendon që ashtu të pengup si që kesh, largohesh për ty në, po si duket audienca po i don. Normal. Ne jemi të lindur ndoshta edhe me pranu kësi lloj konfliktesh publike. Unë që është e vërteta disa prej tyre që i kam po në formë të reelsit, nuk e kam po komplet emisionin, i kam po disa sekonda. Tash me kallzu drejtën, disa janë funny, disa i përdorim edhe në përditshmëri, po kur përdoren në këtë stad, natyrisht tash janë, e kanë një nuancë pozitive në aspektin tonë, sepse ngucemi me kolegë. Normal. Po në popullatën e përgjithshme nuk është mirë me reflektu, sidomos në popullata ndjeshme me këto tema, sepse po krijohen polaritetet të cilat pastaj po na përkthehen edhe po na mbesin familjet tona edhe më gjatë. Pse unë me vllaun tim, për shembull, me Juve duhet me pas konflikt për një VIP që është me një shtëpi të mbyllur, jo ky është më mirë, jo është. Gjithë janë të mirë, gjithë kanë shkuar aty për me ofru diçka, është në dorën tënde me largue me mbajt dikan, edhe largohen edhe vazhdojmë jetën pastaj. Krejt për fond, e di që ke pru diçka kur ke ardhë, dhe me thonë e dim që i ke shkru disa libra, ku i autor, edhe e di që dhe me thonë të e njoftë personalitetin tënë dhe qasjen tënë të shkencore, besoj që është mëse e nevojshme që me pas një hapësirë të shkurtër, sa do pak që me tregu, do me thonë ekspertizën tëne edhe për një grup që është shumë i rëndësishëm, po dhe shumë i ndjeshëm që janë fëmijët edhe shëndeti publik në raport me ta. Shë nëse kish mujtë më ofru dikush? Fillimisht është traditën e shqiptarit, ku të shkon mysafir, mos përshku durthat, pika parë, kështu që unë ndiva në obligim të plot, më ju sjell diçka Juve, për shkak mas parit mikpritjes që ma bënët, edhe një emisioni, unë kisha thonë, unë për veti unë ndiva i relaksu maksimalisht, shpresoj që edhe për Juve të ketë qenë në çdo mënyrë atraktive, paktën 50% sa ka qenë për mua. Kështu që, unë e t'i jap tani, po veç mi prezentu, në bashkëpunim me shtëpinë botuese Lua Rasi, ka qenë nga ministria si, janë këto libra, ka qenë si, domethënë ftesë për me kriju material lidhur me edukimin shëndetësor, si një lancë zgjedhore në shkollat e krejt Republikës Kosovës, domethënë çdo nxënës, çdo klasë mundet me zgjedhë si lancë. Bashkëshortja ime është mësuese, është shumë e zonja, by the way, edhe një kolege tjetër që gjithashtu është shumë e zonja, jemi bashku tret, unë si profesionist shëndetësor, bashkëshortja ime si mësuese me përvojë, dhe kolegja tjetër e bashkëshortës si gjithashtu një mësuese e arritur në aspektin akademik, për me bo një libër, në fakt 3 libra, për një temë kogja ndjeshme, për cilën biseduam edhe sot, është edukimi për shëndet, është për klasat 1, 2 dhe 3, edhe unë po mendoj që për prindrit ishtë dash me qenë një libër që ndodhet në tavolinën e secilit prej fëmijëve që janë në këto klasa. Pa marrë parasysh nëse shkolla e ka zgjedhë ose jo si libër për ta mësuar si lancë zgjedhore. Sepse edukimi për shëndet nuk është diçka që ti fëmijës ja jep sikur kimin ose fizikën ose matematikën, sepse ato mund të mos i ketë nevojë gjatë jetës, por shëndetin e hoqës. Në këto libra fëmia mëson për higjienën, mëson për sjelljet e shëndosha, mëson për ushqimin e shëndetshëm edhe të pashëndetshëm, sepse gjithmonë në librat tonë kemi vetëm pjesën pozitive ose negative, librat tonë janë përgatitur që mi pa të dyja anët e medaljes. Janë përgatitura me shumë emocion, i kemi bo deri në deadline-in e fundit, e kemi zgjat, i kemi ndru disa herë, gjithçka është natyrale me shembuj autentik të popullatës tonë, me gjuhën më të pranueshme për një fëmijë të klasës parë, dytë dhe tretë. Unë e pash si të arsyeshme dhe deshta që edhe në bibliotekën e juaj me qenë këto 3 libra. Faleminderit shumë. Edhe për të dhëroj edhe zyrtarisht ty edhe ekipës, faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë, edhe unë besoj që secili prind, do me thonë që është tu e këqyr këtë emision, kish me qenë mirë që në vend që të dhuratave të zakonshme që ja u bojmë fëmijëve që janë çokoladat ose ushqimet e pashëndetshme, me ja ushty edhe trunin me diçka që për një është shumë e rëndësishme edhe mundet me ja ndryshu jetën. Kështu që këto mundeni mi gjetë, do me thonë... Janë për shumicën e librarive, ose mund na kontaktoni edhe neve, nuk ka problem. Edhe dizajni shumë i mirë, shumë i thjesht, nuk keni nevojë mutuse, nuk kanë shumë të trasha, do me thonë me lexu ku kanë tamam shumë. Shëndetin e kemi bërë sa më thjesht që mundet. Tek e fundit dhurata më e mirë që mund ta ketë një fëmijë, nuk janë as trashëgimi, nuk janë as ngjyra flokëve, as syve, o shëndeti që ata kanë me gëzut të jetën. Edhe besoj një prind më shumë gëzohet kur e sheh fëmin shëndosh e të ditën, sesa kur e sheh
me ndaj karakteristik tjetër që s'është shumë prioritet. Bespart, unë të falemderoj shumë për gjithë shka që na ke mësue, na ke tregu sot, për autenticitetin që e ke tregu, profesionalizmin po ashtu. Ka qenë njëni për podcasteve me mas shumë të qef që e kom realizu, se edhe ku kom folë mas fakti që besa, do me thonë ashtë tami numru, kom folë shumë pak, sepse kom pas shumë qef me të ngu dhe të kom ngu me shumë dëshirë, sepse njerëzit si kur te, për një me jo një farë drite në fund të tunelit, kështu nëse e këshyrim në kontekstin profesional dhe shkencor, se në një vend ku dominon budallakia dhe dominojnë sensacionalizmat pa lidhje, personat që nuk kanë kompetencë, me pas durim me dëgju dikën sikur te për një periudhë të gatë kohore, kërkon durim, po të njëjtën kohë vjen me një shpërblim shumë të mirë që është çka që e mora unë, është kjo kënaqësia emocionale dhe akademike. Kështu faleminderit shumë që jekon. S'un po presim më të pas prapë. Faleminderit, nuk po besoj që ka me qenë hera fundit që do të takohemi. Si këshill përmbyllse ose si një lloj rezume, një falendrim edhe për juve që ma bën atë ambientin kaq relaksues që me mujt me qenë sikur qysh jemi kur pim kafe. E vërtet. Këshill e përgjithshme për çdo banor të këtij vendi, çdo vëlla, motër, prind, gjyshe, koleg, shef, çka do që kemi në jetën tona, edhe të jarojmë shëndetin njëri tjetrit, edhe ata të na ndihmojnë të harrojmë tonin, sepse është gjaja më thjesht, edhe është falas që vjen prej gjithëve. Nuk kemi nevojë më mundu fort, kemi nevojë vetëm me respektu disa rregulla që i kanë studiu mirë të tjerët, i kanë bërë të gatshme për neve, ne vetë duhet me i përqafu. Kështu që ishte kënaqësi edhe një herë, e shpresoj që çdo informat që nuk po besoj që ke diçka ekstraordinare, sepse të gjithë i dinë, vetëm ndoshta i kemi sjell pak në veti edhe në pah të disa prej njerëzve që na ndëgjojnë, e po shpresoj që kanë shenë këshilla pozitive edhe i kanë marrë me rezerva, sepse edhe ne mund të gabojmë, edhe ne gjatë këtij ori që kemi shpjegu, kemi mujt me lëshu diçka, po besoj ja kemi arrit me nxjerr diçka të mirë. Faleminderit. Faleminderit. E për juve që jeni këtu na kthyer deri tash, këshilla jam e vetme është me u kujdes për njëri tjetrin, me e dash njëri tjetrin sa më shumë, edhe gjithçysh mu largu prej toksicitetit.